Në kuadër të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Maqedonisë së Veriut është krijuar një shtab krize, i cili monitoron vazhdimisht situatën dhe është në dispozicion 24 orë në ditë për të gjitha nevojat që lidhen me ndihmën, mbështetjen dhe asistencën. Kryeministri i vendit Hristijan Mickoski tha se të gjithë qytetarët e Maqedonisë së Veriut që janë në Izrael janë mirë. 9 persona janë paraqitur për evakuim, ndërsa sipas tij, fillimisht të njëjtit do të dërgohen në Egjipt e më pas të transportohen përmes avionit qeveritar. Во комуникација со министрот за надворешни работи и надворешна трговија, Mucunski, и во текот на вчерашниот ден и утре во ден. Po, vazhdimisht jam në komunikim me Ministrinë për Punë dhe Tregti të Jashtme, Mucunskin. Edhe dje edhe sot ne kemi biseduar, tashmë po organizohet për ata që duan të lëshojnë Izraelin dhe të vinë në shtëpi në Maqedoni. Do të angazhohet avioni i qeverisë, po bëhen përpjekje për evakuim në vendet fqinj. Me shumë gjasa do të jetë në Egjipt, po bëhet listë. Për momentin janë paraqitur 9 dhe pres sot ose nesër të nisë evakuimi, tha Mickoski. Deri më sot, gjithsej 22 persona kanë kërkuar ndihmë për t'u larguar nga territori i Izraelit dhe për t'u kthyer në Maqedoninë e Veriut. Bëhet fjalë për shtetas të Maqedonisë së Veriut, si dhe antar të familjeve të tyre të ngushta. Po zhvillohen aktivitete për evakuimin e tyre të menjëhershëm dhe transferimin në një vend të sigurt, nga ku do të organizohet më tej kthimi i tyre në vend. Ministria e Punëve të Jashtme punon për të siguruar të gjitha kushtet e nevojshme për kthimin e tyre të sigurt.